Dhuna në familje vazhdon të mbetet një ndër dukurit më shqetësuese që po shfaqet në mënyrë të përsëritur në shoqëri, duke prekur drejt për drejt sigurinë dhe mirëqenien e antarëve më të pambrojtur të familjes. Pavarësisht fushatave sensibilizuese dhe masave ligjore, raste të tilla po raportohen vazhdimisht në qytete të ndryshme të vendit. Një rast i tillë është regjistruar gjatë orëve të para të mëngjesit në Gostivar. Më 9 shkurt 2026 në orën 2:15, punonjës policie nga stacioni policor në Gostivar kanë privuar nga liria një burr 44 vjeçar nga Gostivari. Paraprakisht në orën 1:25, bashkëshortja e tij 43 vjeçare ka denoncuar se ai ka tentuar t'i sulmoj atë dhe vajzën e tyre. Ai është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit do t'i përgatitet para shtresë përkatëse. Nga policia bëhet e ditur se rasti është duke u proceduar sipas ligjit, ndërsa institucionet përkatëse apelojnë për raportim të menjëhershëm të çdo forme dhune në familje. Autoritetet theksojnë se parandalimi këtyre rasteve kërkon reagim të shpejtë institucional dhe ndërgjegjësim të vazhdueshëm shoqëror, pasi dhuna në familje nuk është problem individual, por një plagë që prek të gjithë komunitetin.